bën mirë, në krejt format, bën mirë, çto kemi marrë me vete. Mos ta përbuzim askën që është i sprovuar me fëmijë të smur. Ta qesim dorën zemër. Pasha Zotin, unë gjithmonë kam thonë, nëse keni me has një fukara në mesin e zinginave, mesin e pasunikve, nëse keni me has një fëmijë jetim në mesin e shumë fëmijëve që kanë prind, nëse keni me has me një plak apo plak të vetmuar në mesin rrethum me shumë familjarë të tjera, e ky jeton veç vetë. Nëse keni me has në një familje me fëmijë të sëmur, e për rreth ka shumë familje tjera me fëmijë të shëndosh. Qaj rreth duhet me pas shumë kujdes, se ndoshta pikërisht që ajo familje është sprovë për krejt atë rreth aty ku jeton. Pikërisht ai fukara, ai nevojtar është sprovë për gjithë ata njerëz të cilët jetojnë me kushte shumë më të mira se ai në rrethin e tij. Është sprovë për ta. Pikërisht ai plak apo ajo plak e vetmume që jeton për rreth atyre që kanë familjarë të shumë, është sprovë për ta. Këshilla ime është, nëse hasni dikon që jeton veç vetë, qelja një derë. Sadaka është në shumë mënyra. Jo vetëm ata që kanë pare mujnë me bo bamirësi. Bamirësi njeriu mund me bo edhe pa pare. Qysh na ka mësu i dashmi Zoti. Sadaka është edhe busqeshja në fytyrën e vllaut tënd. Sadaka është edhe ledhatimi i kokës jetimit. Sadaka edhe bamirësi është edhe e ban jetë ti me shku me nejt me një njerit vetmum, plak apo plak, i ri apo i vjetër, edhe jetën veç vetë. Sadaka është me shku me vizitu për hir të Zotit dikën në spital që është duke bot derë. Sadaka është vizita me aqel derën një familje edhe pse nëse nuk është në rangun bashkë me ty. Bamirësi bohat edhe pa pare, jo veç me pare. Bamirësi është edhe një fjalë e mirë. Andaj, bëni mirë. Bëni mirë sepse ajo mirësi kam ju kthy prapë te ju. Bëni mirë sepse keni me i hek me mirësit, me bamirësit e juja keni me hek shumë pengesa në rrugtimin tuaj në këtë jetë. Bëni mirë se i dashmi Zotit ka thonë, edhe të smurit e tu i shëroni me sadaka. Bamirësia qofë me pare, apo me vepër, vallahi, billahi, tallahi, është bamirësi për vetë vetën tënde, edhe për familjen tënde. Andaj, bën mirë, në krejt forma, bën mirë, çto kemi marrë me vete. Para se me shku te Zoti, që do të shoqëron që kjo bamirësi, ka më të gjetë në këtë botë, ndoshta ti ke harru. E ke bonit mirë, e ke harru. Po te Zoti nuk humbë kërgjë. Në kohët ma të vështira ka më të gjetë. Bën mirë, ndihmoje vetë vetën edhe familjen tënde me bamirësinë tënde. Zoti kur mos i humbë.